Mirë mëngjes njerëz, ja ku jam këtu Radio Sol, 89 MHz frekuenca për emisionin Mesazhi i Yjeve në fat e në muzikë. Ca pushojnë njerëz, ca punojnë, pastaj ata që kanë pushuar fillojnë të çlodhen nga pushime dhe ndërsa ata që kanë punuar nuk duan të ulin ritmin, vazhdojnë punën. Me një fjalë, gjithse kush bën atë që ka qef. Kjo që thash më pëlqeu edhe pse nuk është shumë e vërtetë. Sidoqoftë, unë jam këtu si zakonisht për horoskopin dhe pastaj për një analizë social artistike të një këngë kundër luftës dhe sidomos për një analizë të tekstit të poezisë së saj. Si zakonisht po e filloj me horoskopin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njerëz, një bujk apo një farmer, si quhet në Amerikë, fiton vetëm 5% të çmimit të shitjes së një buke të prodhuar me grurin e tij. Ndërsa një grup muzikor apo këngëtar në hapat e para nga kontratat muzikore me Music Corporation of America fiton të paktën 7% nga të ardhurat e shitjeve të disjeve të tij. Pse ti tregova këto njeri shenjësdashit, sepse kam një këshill për ty. Të këshilloj që duke filluar që sot të kërkosh përqindje më të larta për atë çka do të bësh gjatë vitit 2026. Përqindja që po të them është natyrisht një metaforë. Ajo që unë po të këshilloj është të kërkosh më shumë vlerësim apo respekt për punën që bën apo atë çka prodhon. Duke kërkuar më shumë respekton më shumë talentin, aftësinë dhe kompetencën tënde, duke kërkuar që po të njëjtën gjë të bëjnë edhe të tjerët me ty. Demi. Në shekullin e 17, pranë vitet 800, alumini ishte i konsideruar si një metal me shumë vlerë. Hynte tek metalet e vyera dhe vlente më shumë se sa floriri. Kjo sepse deri në vitin 1890 ishte shumë i vështirë procesi i nxjerrjes së aluminit. Në fundin e viteve 800 u bë një shpikje që lehtësoi shumë nxjerrjen e aluminit dhe aty filloi duke i rënë vlera. Po ta them këtë i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës demit, sepse shoh në sfond një progres metaforikisht të njëjtë me këtë shembull që sapo të tregova. Duke filluar që këtë javë dhe pastaj për të gjithë këtë vit deri në fund të vitit, do të t'jepet mundësia dhe do të kesh më shumë mundësi që një vlerë ose një gjë me vlerë që ke ta ndash nga një sër gjërash të pa vlera që të rrethojnë. Mundësia do të t'jepet, por duhet jesh këmbgulës dhe të ndash shumë më lehtësisht vlerat nga skorjet. Binjakët. Të dashur binjak, bura agra qofshi. Në botë ekziston një besim fetar që quhet pastafarian ose pastafariano në italisht, në shqip nuk e di se si i thonë. Ndjekësit e këtij besimi për traditë mbajnë në kokë në vend të kapeles një kullestër makaronash. Në vitin 2011, një austriak me emrin Nico Alm, i shenjës binjakëve, ja doli të thyente ligjin dhe të vinte në fotografinë e patentës një foto me kullestër në kokë. Po kështu dhe Lukas Novi në Çeki, edhe ky i shenjës binjakëve, bëri po të njëjtën gjë. Pse këta dy shembuj jo binjak? Sepse ky vit ka filluar dhe besoj do të vazhdoj deri në fund kështu. T'ju krijoj shumë momente ideale për të pasur një sjellje të tillë pak antikonformiste dhe pak kontrapedal në raport me ca rregulla të cilat deri më sot të kanë lodhur dhe kanë qenë pengesë për rrugën që do të ndjekësh. I dalësh kundra ca rregullave zyrtare dhe ca formave formale do të jetë shumë e dobishme. Gaforia. Më pëlqen shumë o gafore se si e festojnë mbrëmjen e vitit të ri në Skoci. Organizojnë një manifestim në të cilin të gjithë pjesëmarrësit kalojnë sipër kokës disa si punë tenxheresh të mëdha të lidhura me një zinxhir në të cilat ka zjarr të ndezur.
Gjatë kësaj periudhe dhe deri në fund të këtij viti, ju këshilloj dhe juve o gafore, ja këshilloj dhe vetës, të organizojmë një rit të ngjashëm. Në kuptimin simbolik, do të krijohet atmosfera e duhur. Duke filluar që këtë javë, gjithë ky ritual do të jetë si një punë feste e gjatë zjarri, një periudhë që do të ushqeni rregullisht zjarrin që keni brenda, shkëlqimin e syve tuaj, dritën që del nga shpirti juaj. Jeni gati të jepni të gjithë ngrohtësinë dhe dritën e duhur fazës së ardhme në projektet e jetës? Shpresoj që po. Digjoni gafore, digjoni. Luani. Makina më e fuqishme në botë sot për sot është Bugatti Veyron Super Sport me 1200 kuaj fuqi që mbrim deri në 415 km/h. Është prodhuar në vitin 2010 dhe janë prodhuar gjithsej 30 makina. Ndërsa inxhinieri kalifornian i shenjës Luanit, Rock Patrick, ka montuar motorin e një aeroplani jet në makinën e tij që është një Volkswagen Maggiolino, që sikundër ne e quajmë rrugëve një Volkswagen tip breshke. Tani ai ka një veturë sa një breshk me një fuqi 1450 kuaj fuqi. Por natyrisht nuk mund ta ngas në rrugët publike. Pse kjo histori o Luan? Në periudhën e vazhdim, por duke filluar që këtë javë, kam dyshimin se dhe ju o Luan po përgatisni diçka të tillë, një diçka shumë të fuqishme, shumë dinamike, që duhet ta fusni në një mbajtëse o në një ambient a në një shoqëri tepër të vogël. Në qoftë se vërtet ke një ide tillë o Luan, bura grua qofsh, të lutem merr masa që më përpara të mos ngelet në një Volkswagen dhe të mos e përdorësh dot ta mbash aty si mobilje, si relike. Bëj ç'është e mundur që idenë që ke ta zbatosh në mënyrë të tillë që të shërbej dhe të përmirësoj jetën tënde. Virgjo Resha. Historiani, tregimtari dhe novelisti amerikan Gab McCulloch, është i shenjës Virgjo Reshës natyrisht, ka shkruar një libër të titulluar Dita e Madhe, në të cilën tregon historinë e artistëve të rinj dhe ambicioz amerikan që janë transferuar në Paris në periudhën 1830-1900. Emigronin se në vitet 800 në Amerikë nuk kishte shkolla arti, nuk kishte muze, nuk kishte asgjë që kishte të bënte me artin. Në javën në vazhdim, të dashur Virgjo Resha, bura gra qofshi, duhet të merrni në konsiderat idenë që të zgjeroni horizontin e mundësive tuaja, ndërkohë që do të kërkoni burimet dhe mundësitë e duhura për të realizuar ëndrat apo projektet tuaja, përgatituni edhe për të kapërcyer figurativisht oqeanin si ata të rinjt amerikan dhe mos u frenoni sepse ajo që kërkoni nuk është aq e kollajt dhe nuk është aq afër. Nga e thëna, në të bërë, thot populli, është në mes një deti tërë. Mund të jetë dhe oqean, kjo nuk duhet ju trëm. Peshorja. Shumë nga pyetjet që bënim kur ishim fëmijë, asnjëherë nuk kanë gjetur përgjigjen e kënaqshme. Ndërkohë, duke u rritur, vazhdonin të na lindin pyetje të reja. Secili nga ne o njerëz të shenjës peshores ka akumuluar një sasi të jashtëzakonshme enigmash të pazgjidhura ose të zgjidhura jo si duhet e jo sa duhet. Dikush këto enigma apo pyetje i sheh si stresuese, dikush tjetër i sheh si një kënaqësi që ta bën jetën më interesante. Po ju, o njerëz të shenjës peshores, si mendoni? Në qoftë se e mendoni si kënaqësi, atëherë do të jeni të hapur e të gatshëm për eksperiencat që ju presin në ditët në vazhdim. Dhe kjo do të thotë që do të keni kënaqësinë të bëni një tufë pyetjesh të reja, të cilat do të jenë një katalizator i jashtëzakonshëm
për zgjidhjen e disa enigmave të përgjumura e të kaluara. Akrepi. Lojtari profesionist i basketbollit amerikan i NBA-it, Ron Artest, që është i shenjës akrepit, një ditë të bukur ndroi emrin nga Ron Artest dhe emrin e tij të lindjes e bëri Meta World Peace. Meta është një term budist që do të thotë dashuri, mirësjellje, bamirësi. Pra e bëri emrin, si të themi, dashuria, mirësjellja apo bamirësia e paqes në botë. Çfarë ndodhi pas kësaj? Së bashku me emrin e tij, lojtari ndryshoi edhe mënyrën e tij të sjellurit. Mënyrën e të sjellurit në të shkuarën. Sjellje që një herë e çoi deri aty, sa gjatë një ndeshje të linte fushën e lojës dhe t'ia hyte me grushta një tifozi që po e ngacmonte. Për ju akrepa, ditët në vazhdim do t'jenë moment ideal për të filluar një ndryshim i cili do të sjellë si pasojë një tjetër ndryshim rrënjësor në jetën tuaj të përditshme. Shigjetari. The Tree of Life, pema e jetës, filmi i shkrimtarit, skenarisit, producentit, aktorit dhe kompozitorit amerikan Terrence Malick, që është i shenjës shigjetarit, është një vepër shumë ambicioze. Filmi i largohet shumë kinemas tradicionale. Shumë spektatorë nuk e kanë pëlqyer qëndrimin e tij ndaj çështjeve të rëndësishme dhe shumë të tjerë kanë shprehur admirim. Kritiku i prestigjozes New York Times, Oliver Scott, e ka krahasuar filmin The Tree of Life me Moby Dick të Herman Melville, një nga kryeveprat e letërsisë amerikane. Scott ka thënë: Malick mund t'i kishte lënë jashtë dinozaurët dhe udhimin në botën e përtejme dhe mund të trajtonte vetëm konfliktin ndërmjet një djali dhe babait të tij. Atëherë, ka vazhduar Oliver Scott, edhe Melville mund mos merrej me reflektime filozofike në veprën e tij Moby Dick e të tregonte thjesht udhimin e një anije që gjuante balena. Duke u nisur nga ky arsyetim, i dashur apo e dashur shigjetar, të ftoj që duke filluar qysh tani dhe gjithë vazhdimin e vitit 2026 të sillesh ashtu si kundër Malick dhe Melville. Krijoj hapësirë vizionit dhe fantazisë tënde më të guximshme e më të madhe. Në dialektin apo zhargonin e Tiranës do të thoshja lëshoj pe balonës. Briciati. Përveç se filozof e astrolog, Arthur Eddington, që është i shenjës Briciapit, ishte shumë i zoti edhe në matematikë. Thuhet se është një nga 3 personat në botë që ka kuptuar vërtet teorinë e relativitetit të Albert Einstein. Fatkeqësi që një teori kaq e madhe ose që një teori kaq të madhe e njohin kaq pak vetë. Po nga ana tjetër, sa mirë që pas ka 3 njerëz që e njohin. Duke ju referuar yjeve, i dashur Briciap, shoh që ke një ide të madhe ose ke ndërmend të bësh një ndryshim drastik. Ndërsa duke ju referuar ngjarjes që tregova, të them me plot gojë që ti duhet të bësh ç'është e mundur dhe duhet të jesh i lumtur në qoftë se arrin që të jesh 3 njerëz që të të kuptojnë në atë çka do të bësh dhe të të vlerësojnë. Ujori. Në ditët në vazhdim, ndoshta edhe një javët në vazhdim, apo ndoshta edhe në muajt në vazhdim, deri nga fundi i këtij viti, do të jetë një periudhë shumë e favorshme, ndoshta ideale, për të bërë një inventar të jetës tënde ujor, dhe jo vetëm. Duhet edhe të saktësosh dhe se në cilat raste je sjell pak si sklav. Ke pasur periudha në të cilat ke pasur shumë vështirësi e të shlirohesh nga një varësi që të harxhonte të mos merrte shumë kohë nga jeta dhe nuk mundesh ta jetoje atë jetën siç kishe qejf ti, a? Ka një diçka që ti e bën edhe pse të dëmton si ty si ata që të rrethojnë? Në qofse po ja del ta ndërpresësh apo modifikosh,
nuk po ja del të ndërpresësh apo të modifikosh sa marrëdhënie me ca njerëz që ndikojnë negativisht tek ty. Ky është inventari që duhet të bësh o ujor. Duhet të zbulosh cilat janë ato pengesa dhe pastaj përdor gjithë forcën e mundësitë tua, gjithë inteligjencën tënde që nuk të mungon për të shkëputur e për të qenë i lirë e i kthjellët apo e lirë edhe e kthjellët në rrugën tënde, e cila për sa më sipër duke e gabuar, por në vërtet nuk është. Peshqit. Në kuadrin, në pikturën e Botticellit, Lindja e Afërditës apo Venërës, perëndesha e bukurisë dhe e dashurisë lind mes dallgësh dhe për herë të parë shfaqet në tokë. Është e zhveshur dhe mbulon pjesët e saj intime me dorë dhe me flokët e gjatë. Shihni pikturën, kuadrin që ta kuptoni. Shoqëruese e saj, një nimf, është e veshur dhe i ka zgjatur dorën ku mban një mantel që po ja jep Venërës për t'u mbuluar. Duke analizuar këtë skenë të paraqitur në këtë pikturë, kritike e artit Sister Wendy Beckett, e shenjës ujorit, ka thënë që kjo skenë i duket shumë e trishtuar. Sipas mendimit të saj, kjo skenë simbolizon faktin që ne, qeniet njerëzore, nuk e durojmë dot përballjen me bukurinë sublime dhe përpiqemi që këtë bukuri ta mbajmë të mbuluar e në një farë mënyre edhe të fshehur. Detyra juaj o peshq është që në ditët në vazhdim i kapërceni ose ta kapërceni një ngjarje të ngjashme. Mësoni të shijoni përpara një bukurie të rrallë që është në gjendje të transformojë e të prek edhe më të ngurtët, e mos u mundoni ta fshihni atë.